Në mesin e shumë rrëfimeve që mbajnë peshën e luftës, është edhe historia e Adem Islamajt, i njohur më shumë si Adem Rashiqi, një djalë që në kohët më të vështira për vendin zgjodhi të mos qëndronte anash, por të rreshtohej në front. Si pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ai luftoi krah për krah me Shkëlzen e Daud Haradinaj në betejat që do të mbeteshin të gdhendura në kujtesën e shumë luftëtarëve. Ademi u plagos gjatë luftimeve, por plagët më të rënda, siç tregon edhe ai vet, mbetën ato të shpirtit. Humbja e shokëve të luftës, njerëz me të cilët ndau frikën, shpresën dhe betejën, është një dhimbje që e përcjell edhe sot. Në këtë rrëfim të ndjerë dhe plot emocione, Adem Islamaj sjell kujtimet e asaj kohe, momentet e vështira në front, plagosjen e tij dhe mbi të gjitha dhimbjen për shokët që nuk u kthyen më. Një histori që na kujton çmimin e madh të lirisë dhe sakrificën e atyre që luftuan për të. Unë kam nderin që kam sonte të ftuar Adem Islamaj, apo i njohur ndryshe si Adem Rashiqi. Adem, mirë se erdhe, faleminderit që je këtu. Mirë se jeta. Apo më tregon fillimisht pse Rashiqi, pse njihesh si Rashiqi? Ka qenë një periudhë gjatë luftës kur kam qenë vetëm një ushtar i fshatit Rashis në zonë. Prandaj. Po, domethënë pas ofanzivës shtatore të vitit 98. Aty kam met Ademi Rashiqi, Adem Rashiqi. Edhe tash njihesh gjerësisht si Adem Rashiqi. Shumë njerëz edhe sot nuk ma dinë mbi emrin. Vetëm njerëz të afërm shumë, se për ndryshe kretë më thirrën Adem Rashiqi. E qartë. Okej, me nisë kisha dashur më tregu pak fillimet e para në UÇK, qysh u kyçe, qysh vendose me u kyç realisht? Deja unë jam rrit në fshatin Rashis dhe kom pas një shoqni që jam rrit me ta. Njerëz që kanë përru nga disa familje patriotike, edhe qysh luftan për kaz, kur kishte fillu, në menjëherë kem nis me hulumtu çka po ndodh, qysh po ndodh. Kuriozitete prej atëherë. Kuriozitete, qashtu kem rënë në lidhje me Glloxhan edhe. E keni nisë në Glloxhan fillimisht? Jo, unë faktikisht. Okej. Disa shokë mit po në Glloxhan. Jo personalisht, ku e filluat? Unë mas 10 ditëve, masi kanë shku këta për armatim, kanë sjellë armatim në fshatin Rashis, edhe aty kam fillu me njerë bashkë me ta. Po mas fshatit, qysh ka lutë, në cilën zonë ka lutë, në qëfar brigade, ose qysh jeni bashkangjitur? Në 21 vitit 98, është formu shtabi lokal në fshatin Rashis. Ka ardhur armatimi edhe kom fillu prej atyshit. Deri në ofanzivën e shtatorit kom vepru si ushtar i shtabit lokal të Rashisit, komandant e kem pas Hazir Gjoцaj, i cili ka qenë ushtarak i Jugosllavis, në njerime për voja ushtarakët Jugosllavis që e kanë gjoft ata, se ka ditë me në përgatit mirë. Jemi shku vullnetar, jemi konë edhe në Drenica, në disa vende si vullnetar, diku një 11 jam të fshatit Rashiq. Ka qenë heroi i kombit Agush Gjoci, Bujar Shala që është dëshmor, Armend Vezera, Syl Vezera, edhe disa tjerë për ju hinë hak në Sret Shala, ata e kom pas shak pa ndashëm. Kanë qenë disa djemë që po të thamë është probleme i gjithës e djemë. Asnjë nuk ka qenë më i shkurt se 1,80 m, me një fizik shumë të mirë, edhe e kanë dashur luftën me zemër. Ta më thonë me moral të fort, me vullnet. Me moral të fort, me gjithë shka të fort. Deri në ofanzivë shtatorit kemi vepru bashkë. Kur ka rodhes lufta në Lozë prej Drenica jemi kthy, se e pam që veç duhem me konë këto, jemi kthy, jemi konë në Lozë atë ditë, edhe prej atyshit kemi vazhdu në shtab lokal, ku të që ka pas nevoj, jemi konë atë. Jena angazhu. Po deri në ofanzivë shtatorit. Ofanziva shtatorit u bo pak si nxehtë. Pse? Dhe për të unë shkjet me rajin zonë gjithë ka, disa njerëz elshon veç frontin, ashtu u kryon rrethonat që u largun shumë ushtarë. Edhe metëm shumë pak, Ramushi kishë metë me shumë pak djemën e tonë, edhe unë e për ta dalë atë ku për Shqipëri. Se po nuk kom najtë, unë e krejtë kom najtë 2 javë, edhe ju më këthim rena. Nuk kom mujtë në asnjë mënyrë me qëndru atje. Prit, veç pak, do më thonë, fillimisht ke dalë në Shqipëri me idenë. A di që shakon, se zona ka qenë ndome për gjysë. Në këtë pjesë të Bistricës dhe Shanit,
pa të komanduta Herzema kohën e fundit, kurse në pjesën tjetër o konë Ramoshi. Ata e pa të nërboni farmarveshje ashtu. Po, e qartë. Edhe neve në thanë që po tërhekem, gjoja që një farë mënyrë strategjike për mu këthy prapë. Okej, ka qenë marrëveshje, me u largu përkohësisht edhe... Qa jo, po unë e kur dulem në tonë e pova që nuk është ajo. Së është ajo, kanë dashtisht me u kursy në ashta, një farforme. Nuk po dhja ka dosh me nga kursyja, po kanë pas në qëllimet veta, nuk i dhja ato sen, unë kom qenë veç një ushtori thjesht, më i me thonë, e pova që nuk është e qëllim dhe jom këthy. Unë kur kom shku në Shqipëri, kom shku deri në Tiranë, edhe motra, veç me kontaktu me motra dhe me familje. I kisha motra në Gjermani, mi qoj 4.000 mark në atë kohë, me qëllim që unë me pagu një diçka dhe me dalë në Itali dhe për me shku të ata. I kom morë ato 4.000 mark, të një mënë muqaj. Jam shkuar kom blenë uniform amerikane më të mira ku është. Jam me krejt që kam vynë, me këpucat mira, me krejt ato. Jam ardhën në Tropoj, jam armatos, edhe jam himranë në Kosovë. Thash nuk, në asnjë mënyrë nuk më isha. Nuk më isha se tu i këshyr lajme, tu i këshyr disa sene dhe Ramushi tu rezistu këto. S'ke mujt me lanë vetë. Nuk kom mujt në asnjë mënyrë heq, më 4 hek që ashtu, edhe kom hi vetëm me një plak. Ai plak ka vdek, Shaban Shehu i Unikut, vetëm me to kom hinë Kosovë. Edhe ju ke bashkangjit Ramushit. Unë kur jam hinë Glozhan, më karo me hinë natën. Kanë qenë 9 ushtarë. Ka qenë Dauti, Shkelzeni, edhe 7 ushtarë tjerë. Zhuj Homzaj dhe Blerim Bajrama i Leci, që quhet tash. Ata dy më kanë gjetë. Kom hinë në një ploq e rëgjume. Se kom vërejt kërkon kërë i përhinë Glozhan. Glozhani ka qenë djekun tërësisht. Edhe nërë që atë ploq nisi mu zdrit, mu bo me nëzes, jam hi, edhe veç të e veshgu të ashtë letë zdritet, kisha marrë disa konzerva me veti, disa poshim, nuk isha që kisha marrë me veti, edhe i kom po ata dy djemë kur kanë hi. Në ato borta që e shpia, ku ishte ploqa, ku isha unë nërë ploq. Edhe po i këshyri, po ishte një largësi diku një 50 metra, ata folshin me zveti, nuk më isha me dit apo flasën shqip apo serbisht. Po. I kishin vesh doje leka dhe në gjyrë si ka e kaltër ta. Edhe ma shëshin mallin e uniformave serbeve. Thash me siguri janë qasi. I mojshan që njësër të kalashit. I mojshan që njësër të kalashit dhe mojshan me i vronë çdo ku, po prej qa. Mu do kësë që po i reflekton emblema dhe kom prit dhe se e në afru. Kur i në afru pak mu ka do kësë emblema sakt, është emblema uqekes, ja kom leon qanten. Ata ishin habit, të këqyrë ishtë një farë që garajë e kjere që kishë shtu po adjeg, edhe këqyrshin diçka që aty. Jam tërhekur, jam dalë për asaj ploqe, jam rrë shkalla të poshtë, edhe ju kom shku me kalash, ja kom afru kalashin. Kur e kom po unë embleme në uqekes, sa shqiptar jemi, çka u bo me ty, kush jeti, nuk njeshin. Edhe aty jem bashkan gjitë me ta, thash pritëm një, thash jo barë qështu, thash e kom qantën, i kom sanet në edhe krejt, edhe jem shku me ta, i kom gjitë 9 vetë. Kom gjitë Dautin, kom gjitë Shkelzenin, këta dy që i përmena, edhe kanë qenë edhe disa ushtarë tjerë, do më thonë 10 veti me bu, Fatmir Nemona i tashmori në djerë. Edhe aty ju ke bashkan gjitë? Po, prej atyshit, ma vonë të një është formu brigata 131, dhe qashtu që të një... Do më thonë, 131 ka qenë komandant Dauti? Dauti Radio. Po, në të njëjtën kohë ka qenë pjesëtar edhe Shkelzeni? Po, Shkelzeni ka qenë komandant për operacione luftarake i zonës Dukaçinit. Po, ka qenë edhe komandant i njësitit zhelave në kuadrë të brigatës 131. Në Shkelzeni ka kryjt detyra, shumë detyra, nuk ka pas vetëm një detyrë, po ka kryjt detyra tjera. Shkelzeni, na ishim 3 në moshë, Shkelzeni në kem ditë si prendë. Qash ka ditë me na afru bajnjerit, qash ka ditë me na mojtë afrë vetit, në gjdo kohë ka mujtë nështë edhe me na mytë. Se me në kudo që nga ka thonë Shkelzeni, ne me konë... Se kene dyshu në asë një loj... Absolut, fjalla tina për ne u konë amen që të hojmë, edhe nuk... Kur se s'ka mujtë e kundërshtu fjallën e tina. Po qash shumë nga ka rujtë, so nështë asë thmine vetë kur s'kesh ditë me i rujtë ma shumë. U konë i kujdeshëm shumë për neve, nga ka rujtë shumë. Dautin e kem pas komandant, në brigatës, në konë ushtari brigatës, në 131 u konë problema. U konë shumë problem se edhe ku s'ka pas luft, ne kem prodhu luftën. S'keni mujt me nejtë qeta, jo? S'keni mujt në si minut me nejtë qetë. Qashtu u konë e brigadë.
O konë qashtu e kemë pas komandantën. Me qaqë vullnet, po. Jemi lidhë qashtu qëtë që kur njëri tjetërin se kemi lonë vetë, kemë mujtë nështë ta mu vrahë tonët, po me lonë njëri tjetërin në asë një mënyrë, jo. Jo, qashtu kemi vazhdu dhe në fond, me zë se shumë për shokëve veç. I keni humë gjatë rrugës. I kemi humë gjatë rrugës. Tash, kur kthehesh edhe e kujton çat periudhë, në kohën kur ke qenë pjesëtar i brigadës, cili është ai momenti që e mban mend sot që hala të prek, ndoshta na i humbje madhe që keni përjetuar ose na i rrezik të madh cilin jeni gjend, ose një moment që keni mbetë se e dim që keni përjetuar shumë kushte të vështira, ndoshta keni met pa ushqim, ndoshta pa ujë. Çka është diçka kur e mendon atë kohë që thu lufta e ka vështirësitë e vetë gjatë kohës. Patjetër. Po të na ka pasur vështirësi shumë. Më shumë se sa. Ne na ka mojt vullneti i fortë që e kem pas. E kemi mojt njëri tjetrin. Na s'kem pas bab, s'kem pas nën, s'kem pas kur kanë luftë, kem pas njëri tjetrin gjithmonë. Edhe jemi kujdes gjithë për njëri tjetrin. Çajo na ka mojt fortë gjithmonë. Ka shumë raste. Vrasja e shkelzën Haradinajt, neve na ka thyj qatë shumë, po në tjetër e nënë, qatë shumë na ka mllafos. Sa ju ka shty me luftu ala ma shumë? Jo me luftu, po me pas gjatë lufta të 10 vjetë, nështë ato ishim vrada si ishim nënë. A ke qenë ti prezent në vrasjen e Shkelzenit? A mundesh me na jep pak detaje prej atij rasti? Një ditë para vrasjes së Shkelzenit, është vrarë një kojshi i jemi, është dëshmori Syl Bezera. Ai është vrarë me 15 prej. Unë nuk kom ditë sa ditë jam kthy prej terenit, edhe Syla mi ka dhënë çizmet prej kome. Qash shumë jam koni lodhën edhe raskapitun nuk kom mujtë me dhënë çizmet e mia. Mi ka dhënë çizmet, mi ka dhënë çarapat, edhe kom më kishin mush gjak krejt. Edhe më ka marrë gjumi të një farë do hijet lejthia, që të rvenu ku jem konë, qatë më ka marrë gjumi, jaj më ka, do më thonë, mi ka dhënë që ato edhe ka shku në shatin Maznik, ku e kem pas afer edhe i shkon vra. Unë nuk kom ditë që është vraj. Të nesër me në ku marrë vesh. Më ka të regu komandantë i batalionit 2 brigadës 132 që ushqelaj, më tha adem që kështu po në i fort, tha se është vrasë Syla. Syla në kom pas pikë dopt. O kone edhe ne pjoni, po familja ati ka pas besim shumë mua dhe gjithmonë më kanë thonë adem kujdesu për Syla. Kujdesu, edhe e ndi pak përgjegjës, ndoshta. Edhe sot e kom atë, ajo peshë edhe sot më rrinë shpirt, se më kanë besu. Syla vranë mes laut tem, edhe në mes djallit o është vetë. O konë në mes ty në dyve, e ka kapë plumi, do më thonë në mes ty në dyve, edhe është vra. Të nesër me kërë më ka të regu mu që ushi, tha është vra, qështu Syla qysh është vra, tha Syla është vra, tha dhe e kemë vorros në Maznik, më të regoj sakë në cilën venë. Edhe u qova me shku. Tha është du me shku e po vorën e Syla që të qysh. Nuk më isha as me besu që vra Syla. E kom gjithë vorën e tina, edhe kom kajtë kur të mikja dhe vorit ti. Mu hedhë kemë me shplu, se nuk isha me besu që është Syla. Ishte 16 vjeqë. 16? 16. Që është isha koncentru të vori, kur ka kërësit do pushk, në atë pjesën ka zhebeli, do më thonish, një farë kotra nëllë, edhe nima që nuk qënë ato krizma normale, kështu, nuk qatalume, bam, bum, do krizma krejt qatalume, thash që ka ndodhje, dita që nuk është diçka puna mirë. Mas një, me thonë 5 minuta, kam rri ardhja në mala, prej ati malit të poshtë edhe pa frymë, o taku në mu mas pari. Ardhja në që ka u burë, tha adem, tha e miran prit, tha vroha se më halilaj. Tha edhe, nëse mund është nga, tha lemro Shkelzenin adikon, tha se nga ka me trupi ti aty, ja kom harru Sylën, kom harru gjithë shka, kom nga vra pasaj kodre ku i kisha lonë këta të unajt. Konë Shkelzeni, konë Fatmir Limonaj, ta shëroj, konë bi 2 heroj. Agim Selmonaj, Valbone Tafilaj, Valmir Ukaj, jemi konë bukur do, nashta diku i hinë hak që si apremene jemi, po s'po vojtojt, jemi konë diku një 15 vjetë që fillimisht, jemi këty krejtë dhe jemi shku atje. Po tash trupi i Hasimit, ku ish vra Hasimi, shkijet e kishin kalua dhe kishin ardhë makna e kishin përparu e kishin zonë prit tjetër. Na tu prit që deri aty nuk kemi me hasë rezistencë. Atëherë ju dalëm për Po, para. ajo është, do më thonë, është 16 prilli, do më thonë, i bje këtë qashtu. O koni farë mali e shkurt, këso kish fillu me gjelbru mali, ato jenë konë njësit Tarkani, njësit specializume për luft.
Edhe kishin kalu trupin e tij, kishin zonë pozicione tjera, që aty kemi rënë prit. Jemi shpërndona, Shkelzeni, Fatmiri, Shpen Mala, i ndirë dhe ajo është hero, unë jam konë të Shpeni, Valmiruka ka qenë një pjesë më në fillim Valbona, Luan Nimonaj, krejt jemi shpërndona që ata që jemi konë, jemi shpërndona për qatë pjesë. Kur e vro Shkelzeni, unë nuk e kom po. Kem po veç kur e kem të rehek. Që aty kemi luftu me thonë një gjysore qaq ashpër. So me mija plumajën shkembyn mes veti. Edhe në afërsi. Në afërsi shumë e madhe, po ishtë problemi që ishtë mali shumë i shpesh, edhe nuk mujshin me po një tjetër veç refalle. Veç plumbat. Po. Shpenin e kisha ofër, e kom po, kur i ka hin i shkon, se ishin do gropa, i ka hin në qatë gropa, në qatë varvija që i ka hin mrena, ju kisha hargju municioni. A dem gjumë karikatorin, une prej trullimit, qaqë në shpejtësi, nuk ka e puna me letë me nëzirë karikatorin dhe me a gjujt, ja kom gjujt kalashin krejt, Shpenit. Viso me regu ma shpejt, edhe me ta po kalash, kom nëzirë revolen. Qka me bo me revolen, nejse. Gjujt i Shpeni, e pastrojat pjesë të rejnit, ma këthej kalashin, ta shush ma gjujt e kalashin, ta shohet, së të shkry punë. Se ishin... O dalë Valbone ta fila i pej poshti, jemi shty pak mas. O dalë Valbona pej poshti e kanë zerë Luan Nimanin, të e majtë që shtu qëtë pjesë, Luanin e kishë marrë një plomë, diku që tu asë dy nuk e di. Luani e konë plot humor, e konë a djallë, plot jetë e konë, këna i ke bukur, e konë djallë simpatik, e konë shumë i shoqënushëm. Edhe bëjke hejgare shumë. Une, kër e kom po, tu e tërhek Valbonja, tha o varru Luani, se kom besu. Sa i gjithë mund bëjke hejgare, edhe tu menu që prapo shtu bëj hejgare që ashtu, po kër e kom po gjakin mi dorë, atër i kemi mujë, kemi një nërkra, edhe kemi tërhek. Kjo ka do të njëjtën ditë që është vrarë Shkelzenin. Shkelzenin, e ndjerë këshkap një plomë në vetull të majtë. Fatmirin, e kështë kap dy ploma në kom të majtë, edhe ishtë tërhek deri të trupi Shkelzenit. Të trupi Shkelzenit, e ka po Shkelzenin e dekun, edhe me siguri që e ka vra vetën. Ka pos një plomë marrën këtu, edhe dalën në altë. Nësë një mënyrë nuk ka mujtë me vra shkau në atë mënyrë. Apo so që për dëshprimit që e ka pa Shkelzenin? Po, e ka hup shpresën, e ka pa komën, e ka pas, do me thonë, jashtë funksionit, se e ka pas dy plumat marrë në komë, është tërhek zhak deri të Shkelzeni, garante kanë zerë altin, se dhe revullin e ka pas shumë ba ofër. Trupit edhe e ka vra vetën. Fatmiri e konë një djallë, veç flakrat mi pas, nuk ka pas djallë ma të fort. Krejtët e ushtarjen konë, do me thonë përdheqe, kanë bo përvojnë luftë, se prej fillimit jërë konë tanë, jërë konë përgaditun për gjithë shka. Mos të sharë Dauti nuk ishe mujtë me tërheka strupat e tyne. Kam rri Dauti shumë shpejt, edhe me top doors, ka granatu ma largë, bam, Ka pasru të rejnë një me shkutu afruat e i kemi nëzirë. I kemi marrë trupat e tina, kur i kemi vorosë. A e mban me reagimin e Dautit, kur e ka pa Shkelzenin, ose tramushit matutje? Unë i kom një shpesh të folë Dauti, ose e ka harru një gjestë që e ka bua aty, ose e ka harru, ose nuk ka dash vetë me asi. Kur i kemi vorosë, 3 të rënë, një farë, o konë si vija e pjesë e pyllit. Valmiri dhe ka hekë qepën e vetë ka dash me mdu Shkelzenin, dhe ka reagu Dauti jo, dhe si ka qepë e vyni ushtari tjetër. Unë e kom fillu me i prej do drumë, kur nuk e rroj, kom fillu me i prej do drumë, ja bo si drasë, a kështu si me varosë. S'kem ku për ato sene, dhe faktikisht nuk ishim ku për ato sene. Po mësi i kem varosë, i kem basku vorët, i kem qitë edhe dush për mi. Dauti pej për revolës Shkelzenit e kanë zerë një plomë, edhe e ka shtit e kryjtë Shkelzenit në dhej. Oto e ka bo për me ditë cili është vorë Shkelzenit. Se to kur kush nuk e ka përmen asë njerë. Unë kom po njerëz të fortë, është njerëz me karakter, se kur këta nuk kom po. Unë Ramushën atëherë e di që hera e parë që kom po Ramushën matë pak të mërzitun, se Ramushën përmbojt shumë. Aty nuk ka mujtë më përmbojt të mërsa.
njerëz më të fortë se këta njerëz unë një teme nuk kom po. Ka ju bëran ajo që është nuk e ti. A ka pas nëj fjallë ose diçka që e kam thonë kur e kam pa vllahën e vetë? Ashtë që të kujtohet. Muj nëj detaj me harru, nuk më kujtohet, po prej aty është të kujtohet që në ka rështu tonëve. Çka e në konë ushtorë ma tjetër, çka e në konë me nëj problem smut apo diçka, i ka nis, do të plagosën që i kem pas, i ka nis për Shqipni, në ka do diku një 70 ose 80 vetonash. Edhe neve në kanal. Tjertë, tha nistu për Shqipni, tha dhe me marrë Luanin me qu. Për Shqipni Luanin ishi plagosën në radhë, edhe jo nis krejt. Që aty, thëmë drejtën, është hera e parë që thash lufta jo në përfundoj që tu. Dhe më hinja e menja që na kemi me luftu deri sot britet edhe i fundit. Thash edhe përfundon misioni jone. Qashtu e llogarita atë pjesë. Krejt ishin përgatitun, çka ishin? Ishin përgatitun për luftë tonë, pjesën tjetër e nisi për na tonë, na zgjedhi krejt na dau anash. U nisën ata me shku, na metëm për me vazhdu luftët deri në fund. Po këta nuk kanë mujt me depërtu bora. S'kan mujt me kalon Shqipni. Ju ka dek Luani në bjeshk, nuk kanë mujt me depërtu, edhe janë këty. Jemi reorganizu prapë. Gjatë rrugës ka dek Luan Limonaj. Po, ju ka dek rrugës, edhe s'kan mujt me depërtu edhe për s'ma, dhe Luani ju ka dek, edhe janë këty. Prapë jemi reorganizu, edhe e kemi marrë vetën, e kemi vazhdu luftën deri në fund. Tregon betejën e Pozharit, tregon pak për Maxhum Berishën. Dhe osat, për që kjo është. Beteja e Pozharit mu më ka metë marak pjesa e parë. A ditë jem konë teren edhe nuk ko mujt me ka metë marak? Prej fillimit. Ke mungu do me thonë pjesën e parë. Pjesë parë. Do me thonë natën e parë, kër është zhra Maxhum Berisha, e lez Geci, edhe jem plagos disa ushtarë të andë. Jënë vra 4 shkije, që i dim sakt që jenë vra. Ka qenë fest e Bajramit. Edhe në Pozharë ka pas familje që jenë konat ko aty. Po kanë ardhë sërt me 2 autoblinda, me një kamion edhe me disa mjetë tjera. Edhe kanë hynë Pozharë. Ka pas familjet janë tërhek, edhe që jenë mundu në qato kushte, me i bu do senet Bajrami, do Melcina, do senet, në qato kushte me ase, ju kanë me që ashtu në përshpia. Kër më kujtohet të nesër, me në që jam hine për do shpia, i kom gjetë ato, më ka ardhë me kajt. Se me ardhë dhe me të aprish një fest, në qëto kushte, e me qitë familjen malë, në si është e rodhë. Kër e dhejz lufta në Pozharë, unë e më konë teren. Jem këthy vonë për i terenit, edhe kër jem këthy kom një krizmat ato, dhe ma spjegun që në Pozharë ka luftuat me të modë, tha se kanë hyqër të shtu. Jo ma afru deri afer me një kërë që jem konë, që e kom pasë. E kom lonë kërën, veç ishtu bo aksham, edhe jam nisë me vazhdu me shku me i përkra, po veç ishtu bo aksham, jam takun rrugë me Dautin, edhe me një 3-4 ushtarë tjerë. Maxhumi ish vrah, e kështë një pasën karrocë, edhe të qafe me varën e kështu ishtë në konto e pro. Kur s'ko me arroat s'kenor. Kullaj ke gjak, këta ishin të për gjakon. Dauti, kalosh në majke që shtu që, i lodhun, i për gjakon, gjytun, të bombë, se kishin luftu të gjatë, ishin raskapit. Edhe më buni, tha, një mona tha mere, tha, Maxhumi tha se nuk ka vra, tha dhe këshur tha vorras e dikon. Tha moje me në kupe vorras. Maxhum Berisha o konë ideal, qa që konë i urt, qa që konë i edukum, qa që konë i cjatëshëm, nuk ka pas njëri më të mirë. Mu ka dhinë me shpirt. E ko marë, e ko shti në kërë, më ka rikat mrama të kërrit. Edhe jem kujtu ku me që me varros. Ka qenë brigada 134, kanë posë shtapin e vetë, ofër neve nuk u konë shumë largë, nështë ta një 300-400 metra, edhe më ranë mend që aty ku e kanë ata shtapin, është tu ka me e but, isha vetë edhe thash po shkuj me varrosi që aty. Ti ke shku vetë me varrosi? Po vetë, veç filloj mu të rru,
E kom shtin kërë, jam shku me Varros. Kur shkova, nuk gjojsha, nuk isha kaci, nuk isha kur gjo. E kom gjithë Haqë Sejdin, të shtabi. Thash, Haqë, këshër për një kaci gjo, ma në ka Ramazoni, thash, më duhet me Varros dikon. Ma ka gjithë një farkacije, me në gjitha besa skota, veç po këshyri. Ma ka gjithë një farkacije 2 vjetër. Edhe tash, as nuk isha të rakop, as nuk isha diçka ma të fuqishme që me qatë kaci mu dashka e atër me gjithë toka ku është me e butë dhe për me asi. Kom qelë në të vorë i heksha 3-4 kacia dhe u kthesha e këshirë Amazonin kërë. Shpirtin dhe në të bërta. Edhe ish honë, veç filloj hona dul, ndryqim kështu. Kom qelë atë vorë diku të i të guni, nuk më isha me qelë ma shumë. Mendoj isha qashtu me Varros e mu do ke pak dhe isha mjetë shplut. Kam rrit diku shpe ushtarëve, tash nuk mujtuat ku shka ardhë. Edhe më tha Adem, tha mëse Varros, tha ma zhunin tu, tha dush me pru të shtabi, tha se po dojnë me Varros vorët ratishit, tha është një vorë i hapun, atë qarto diçka. U gëzova kur më tha ashtu. Thash hajt peqojmë atje, edhe vazhdova e quva, kur e quva të shtabi, jo thanë se pe lipin familja me shumë prapa qanë. Ma zhunin ishë pshotit prapa qanesh, edhe e kanë marrë, e kanë shumë prapa qanë, e kanë Varros atje. Nuk u marrë pjesë në Valentina, jam nala aty. Në më thonë për Mazunin, në fakt e kishtë në qelë 3 vore. Qartë, po. Është kry vorrimi ti qatë natën, po të nesër me në mëngjes, heret, mu kishtë fiksu, mu jem konë pak, sikur thëminja që ju intereson gjithë shka. Kurios. Edhe mu këshpje ka jo me shku me këqyrë që ka zhvillu atje të shbanë. Nuk kishim pas humje, nuk ish vra Mazunin, nuk ish vra Eles Geci, një djallë i shkelqyshëm, nuk ish në plagozi sa ushtarë tjerë, po humja ka sërtisht shumë ma e madhe. Amo, edhe 500 i kishim vra prapë se prapë. Dhinta ish, nuk u krahasoj. Jëm shku me Avnin, Avni Aslonaj, u konë shoki janë i pëndashëm. Thash Avni t'jenë qëtë terenin edhe thash në gjare e zhvillu thash të shpia jote, atë shkujmë, tha pu po shkujmë. Tha pës në duhet me hine për do Livadën e për do... E di këtë terenin miraj, se kishë që aty është rritë. Jemi hine për do Livadë, në gjithë ka ljopë që ishin cofë për i granatimeve. Ishë bua i vend të merë, se kishin granatu qatë shumë, të mundu mi tërhek. Policinë e vetë se paramilitarë kanë qenë krejtë. Të mundu mi tërhek edhe s'kanë mujtë mi tërhek. Ishin met atë natë, gjallë të mshelën kull, ishin mshelën kull. Serbët, edhe po e ditë kur kusht janë aty. Asë natë se kem ditë, ishin shef aty. Po aty në jo këshin hargju baterijet e radio lidhjeve, edhe këshin hup kontaktin me bazë, komunikem s'kishin bazë. Edhe ata tu menu që i kanë zonë rëpë, janë zonë edhe, qashtu këshin hup kontaktin. Na shkum ish heret me nëzes. Ju jeni afru deri aty ku ata kanë qenë? Afru në atë kulla. Po një farqetësia për gjithë shkam për keme të shu. Vike i raparut për një natë më parë që kishë ndodhë aty. Aty të merë kishë ndodhë. Po, kamionin e kishë në kallë, ushtarë tanë, autoblindat e kishë në kallë, jo kishë në hek armatimin, jo kishë në nëzirë naftin, gjithë shka. Aty ushtarë tanë aty kanë bukërdi. Kishim humbë, po luftën e kishë në vitu në 100%, ushtarë tanë. Po, nuk e kanë qatë detaj, nuk e kanë atë, si nuk e kanë ditë që janë shef aty në mbrana. 19 e konë të mshef. Edhe ju keni shku veç... As na s'kem ditë, na kemi shku rast. 2 persona keni shku. 2 persona, kemi shku veç unë Avnia, fillimisht kemi shku. Avnia, po du me shku me jamar që ati shkaut të kulla të dritari Altin, unë e mos shka. Mu kishte e kështë ajo se diçka një farqetësie, na shtatë që po djela zotit të këtë që... E ke ndje që ka diçka? Shpirët e manike dyqysh. Unë e jo ative që kështë koj jo, dulem mas kullësina një farmori, jo të nëzira një bume për gjykësores, e ka siguresin për gjujnë në bartë kullës. Edhe po presim. Kërësit i bumja, as të reagjen për i tyne. S'ragu unë heq. Dulem prapë tash balë për balë me kullë, ishë rruga, ishin do dyrë të borit, dronit. Po ishin do drasa, kështu të gështu me në kohën. Edhe hinem që ato barë, na edhe shkum të drasat. Ta shpeja të në drasa, o drejtoria kullës, në beke për balë. Edhe mu ka dukë mu se hije që levizit ishka mrena në kullë. E ke vrejt që të? E vrejta. Bre, e kom shti krykën e kaloshit,
një farbiret aty në drasave edhe të erujt dritaren. Avnia më dul për një dirë të vogël aty edhe dul me shkum ja mor aty. Ndul me marrë ato. Avnia dalë kështu, dalë e shkong. Me pra avnin. Unë isha tu e majtë shënjesër dritaren. Veç për dyshimit. Brrr, kalasht. Kalashin tokja këputa dorën. Edhe të reko i mbrena. Po kur kush nuk gjujti prapi atyne. Avnia po këthyn shpejtësia dhe i mbrena. Adem Haxhosa, tash i ndjeri, o konë komandanti batalionit parë, brigadës 131, o konë një djallë që ma të suksesshëm, ma të mirë nuk ka pas. Edhe batalionit parë, o konë i shkelqyshën me krejt ushtartë. Ka thirrë në radiolidhje me njërë, tash ka 3 e naltë, thash sa ma shpejt për forcime, thash se kulla është e mushtë në plot me Serbë. Me thonë 5-6 minuta nuk dhja e në bua dhe e kanë rrëthu kullën krejt. Sa persona kanë mujtë me qenë në kull? Në kull 19. 19 ju Po, se e di që 4 në rranë plomi, 19 nesër, 23 shqia. A janë vra që ato 19 nesër me ta? Krejt, komplet. As jo s'ka pështu. E kanë rrëthu të djemë kullën krejt. Po nuk më shemi qitë për i kullë, në asë një mënyrë. Reshen, që atë? Me gjas nuk kanë pas as armatime, ose? Kulmat i kanë dritarit e vogla, ato frëngjia shumë të vogla, muri shumë i trash. Na nuk ishim as në e mjetë shumë të forë që muret me rëzë murin, me dëpërtua, në asë një mënyrë. Lakbëshim me djegë kullën, po kush mu afru me djegë. Në asë një mënyrë nuk deshim që ka me bo. A mu me rëthua rëthumë, që me dalë pisojna nuk ishin shansë. Edhe? Erda uti, topin e dorës, hip një shpi për balë, ku ishim në fillimisht aty. Një shpi e po me remet, 2 kache, hip në ka 2, një 2 preda me gazda helmuse për dritare brana. Pup, bum, pup tjetër, bum. Ata s'kishin posa si gazmaska kundër gazdave, s'kishin posa si heq. Edhe dalin, janë isin me dalë, di kap helmi dhe janë isin me dalë. Ata tu dalë, krejt u shku ka ushtarët Ademit, Adem Haxhos. Kanë kalu që anë? Ke plumin kry, kanë as vikasnja. E në ardhë në se krejt komplet u vranë për i të nëve. Në fund... Qa ndodhe me ato që e futë dorën? Qaj me dorë, ja këshin palidhë me do lamperia dorën. Dorën e po me fitil me do lamperia, ja këshin palidhë dhe asirë, tha ja se predajem, Fatmir Nimoni, i ndjerë. Tha ja vonë është ashtë brrë, ka dhash. Qa po i bjene? Po dërzohen. A po dërzohen? Po, kishë mjetë veç qaj, po, do është i mu dërzu, po nuk... Jo, Fatmir, jo, tha është vonë tash, brrë. Shkota me shok tut. Edhe u kry misioni tyne. Qka është interesant, o kryja e mision krejt. O nisë një tenkë me orë për neltis, të ashtë i kanë një luftimet. Oshtë e rruga për i pozhorit i del dhe sanë, është shumë e drejtë rruga. Po është e ngusht. Edhe tu orë një tenkë. Na e shishën tenkën e porë, po mas sojna nuk shishëm kur gjo. O, zotë është me shka e presim, qa që do ke e modha, sa rruga e ngusht. I kishin mërtoje 150, që kishin në i zollë, ose mërtoje 500, ju diçka më të modhe që me mujt me nalë ato. Edhe vi këtu për kuna e rrugës, shumë e modhe. Kur të në zoti me të një mu, afruat diku në afërsinë 200 metra, edhe nuk shumë heqë. Vesh ka bo, sikur kur shkyn në i lona, kështë diçka që ashtu që krejt, floka e kam lu. Vete tiju? Pa gjujt dikosh apo? Jo, bre vetë tiju, kur e kem po një aeroplan të NATO, s'krejt na, kësi bordu doke. Po jo kërsim bum, po një farë, sikur me shky diçka gzhk, e djegi e bo një shkromë. Disa ditë që me shku aty, jam shku bashkë për korreshtë, me këshyrë mas disa ditëve. Krejt kompletin ka okon e djegme, skeleti okon, së skeletin se ka djeg. Predha që i ka pas tupit që i ka nalt, veç mojet e predha i rkon. Do më thonë pjesa tjetër okon e shkrimi e krejt. Menoj shabo s'ka pështuna e kalash, në i diçka. Po që fore, se djegët gjithë shka që ashtu bojët shkrom që a gjende, përveç skeletit që okon pjesa atrosh. Po, e qartë, po pjesa tjetër, më shkrim. Shkrom. Kushe dhe me qfar armatime, nuk e di me qka, se me qka, zot. Shumë gjana interesante na tregove deri tash. Tash kisha dasht me të pyet pak mas luftës. Kur u qlirut, kur e ndjet që u qlirut? Qka bone, ka shkove, qyshe përjetove? Nuk di gjithë shka onar mu ka duk. E pabesueshme? E pabesueshme, për besë po. Me krejt humbjet që i keni pas, me krejt dhimbjen që i keni lënë mrapa?
Nuk që e di... e keni lënë mrapa, po thon, po e di që edhe sot se keni lënë mrapa realisht. Kur, absolut. Soher që kemi nëj përvjetor, ose soher që kemi nëj fes, ose nëj qëtëmon. E di që jo vazhdoni me mbledh bashkë Nga dhe i vazhdojmë ndoni më mbledh, bashkë. po s'mundë më mbledh në kur. Se neve gjysa shumë në kam mbledh. Si kemi mo, nuk i kemi mo. Lavdi për gjithë trënët gjatë luftës. E ta është vjen veç ajo pyetja sa po ja din ky vend, sa po ja din ky popull këtyne njerëzve, atyne që kanë ra për liri edhe këtyne që janë gjallë sot po me humbje shumë të mëdha. Është mirë me audit. Sa po ja din? Nuk di që me thonë, fatkeqësisht, beso që jam shumë i shgënjëm. Jam shumë i shgënjëm, një pjesë e din, po shumica nuk ja u din. Nuk ja u din. është e dhemshme. Është shumë e dhemshme, realisht. Sa po kalon koha, po duket që sikur edhe po harrohen gjonat, s'po vlerësohen edhe gjithçka tjetër. Po për mos me të ngarku më shumë, nashta kishe pas një mesazh paktën për gjeneratat e reja që nuk e kanë përjetu vet. Edhe çka kishe pas diçka mi thon trive që sot e gëzojnë lirin që as nashta se kanë shumë ide. Dhe që kisha thonë që dujeni vendin e juve. Dujeni me shpirt. Edhe mbrone për gjithçka se prej Skënderbeu të konë problem, mu po një organizim që ka po që këja. Ne e dim që që kemë bu, që kemë rri. Me çato kushte. Edhe me çato kushte, është problem, me na dalë dore edhe një herë me na dalë, është problem me këthy mo. Te haroj edhe diçka. Me që folëm për kushtet, jo, u ka një moment gjatë luftës që nuk po e di unë me kohë realisht, po e keni pas një rrugtim shumë vështirë, se dashta me dalë të mungesa e ushqimit, edhe të vështirësit. Apo më tregon pak për çat pjesë, para se ta mbyllim. Po, është diku mesi i majit, 99-ës, kishim disa ushtarë të plagosur. Faktikisht 4 i kem pas plagosur në rënd që u rrezikojshim në 70 me dek. Edhe në Karamushi duhet me njësta për Shqipëri. Përgjithësinë e morë Avdyli, komandanti i batalionit 2 brigades 131, Avdyli Moshkolla, një djallë që ka thonë shumë për këtë. Në ushtarë ti aje morë përsipër. Unë atë ku isha përgjegjës për furnizim. Edhe i kisha një 4 ushtarë me veti që punajshin, i morë edhe ata me veti dhe u bashkan që tema Avdylit. A konë dhe tem një kohë që atë 90 me 10 rezultati që 90% mu ishim u vra krejt. Konë rrezik i madh dhe më thonë. Po i kishim ushtarët, i kishim shumë të rëndësishëm edhe ju rrezikoj ke jeta për miron këto. U detyru mu nisë me ta. Jemi nisë prej Maznikit, kem kalu për mes Braliqit, Strelësit, disa fshatrave, ashtu kemi dalë veç me i bjeshk, ushqim s'kemi pas. Disa ushtarë kanë marrë sheqer me veti për fat. Unë në fshatin Braliq, i gjetëm do konzervat të theut, të shkive që ju kishin metë. Edhe i kapa i shtina në qantë. Jem po një farë mënyrë, një farë, s'po di, veç hajtë letë qilojnë që aty. Fizikisht jem po një përgatitur shumë, jem po në gjendë në 20 km, mos mund nalë kur konë. Kom pas kondicion, jem po një përgatitur mirë. Edhe ishtina do konserva ato i kondi ku ka gjusë kila në ashta. Ishtina në qondi 5 copa qasi. Kisha municionin, kisha armatimin. Unë nisëm dhe po vazhdojmë bjeshme. 4 plagosën, kem pasë do të civil me veti, i murëm për mëna një mu. Kemi jetës teren shumë i keq, i thymë, në odash keme shkua dhe nej ka s'ka rrugë, ka s'kaleohet, për punë mos mëronë prita, me kalu Somalit që me iqu ata në destinacion, ku keshim edhe mu hyna prapa. Kur kemi shku në bjeshk të Milishevcit, jemi nëllë të një stanë. Po një farë bjeshke, thirët shfer ljetojnë asaj farë pjese, qafa Milishevcit thirët edhe shfer la është nëllë, aty shkijet këshin pas një bazë. Si mas krejt gjasave, na kemi dhe zjarën të ato stane, edhe kanë vrejt ata, si jemi spullu. Edhe në kanë montu një prit bashkë kufi. Në atë natë kemi flejt aty, nesër kemi vazhdu, jemi në gjithë në Rëshkodal,
është një farë pjesë që thirët huni ma gjupit të bjeshka belegut të nelt, o koni mjegull shumë e madhe. Ishim ljudh, ishim dërmosa, s'ka. Ato konserva, nuk e vetë kush ma është i theuta, është ta muslimana, katolika, qka është, i fshini, hëngren, do kukrat sheqerit që ato në mojshin, në forcojshin. Me sheqere Po, me që ta sheqer, që ashtu që, kur i me shku në atë pjesë, kom qenë me Abdylin për para, ka qenë femi dhe miqi i obris një djallë që a djallë s'ka me harru korë. Qa që kesh pa ta kryu një fara fërësie me ta, o konë humorist shumë i madhë, edhe o konë prej drënitë se patarët e na një muje së dy për para, punojke në kozhinë, po kesh lidhë me a djallë shumë. Nureddin Gërvalla ish me neve i ndirë tash edhe i karanat prit. Nuk kujtuat sakt, sa veta kemi qenë për para, që ishim për para, si para roje të kë Demalia, shkundim Demalia, se po, kur imi shkun që të farë pjese, ushtarët ishin ma po është nonën e majtë tanën një farë luginë e tu ardhë, me të plagosën. Ne ishin dorë për para me kontrolu terenin. Kur jemi shku, jemi dorë një farë ledina naltë, sikur me na hek dikush mjeglën me dorë. Qashtu nuk ka hek mjegla. Se dhere aty është mjegull që në 5 hapa nuk e zhëshim një tjetër. U hek mjegla krejt, tull dili, për më rëndë. O, zotë. E di që ka kërsit një granat, fillimisht, bam në fund të kolonës atje. Që mos me kalon neve mu të rek për mas. Kur ka kërsit plumi parë, që ja kanë fillu me gjujt me snajpera dhe me troleza për njerë, femi dhe miqin e komposë në vërë djatë. Ja ka plumin në balë. Edhe ora trup para meje, femija. Në qatë shpejtësi, o plagos Avdyli, në komë, unë që shora femija, para meje, unë në trup të femis, jam shtraj dhe kom zonë pozicion. Kur je plagos te? Jo, unë jem plagos të rast jo aty. Femija ka ra kështu, unë jam shtre, mi trup të femis. Edhe kom shu kaloshin për i trupi tik, të gjujtë. Avdyli o plagos në komë. Nureddin Gërvalla, me të ushtarë tjeri në mundu me marë, edhe me largua Avdylin së plagos, nuk ish mo qka. Ram uke, në kishin lese, në të partë e kishin të e bajtë. Edhe kanë bajtë i diku po plagosën edhe së mëshin mo me spat kush me majtë. U ngre zhag ram uka, u ngre zhag që ashtu që edhe ka të përtu mu largu pi prite. A mo ishi bom pi plagëve lëm. Atjo po masakër në atë venë. Që shja dalet me u largu? Shpesh thonë vesh zotin e kanë i mu, në tasi. Una nuk e mnallë të gjujtë. Krejt në ka thonë mundësia një 3-4 vetëve me gjujtë. Kur kush tjetër nuk ka pas mundësia me gjujtë. Shkundim në Balinë ka plumin dore, ka bo dore në fitil. Do më thonë u neutralizu, Avdyli neutralizu në shumë ushtarë, se u plagosën shumë, në vranë shumë. E ku këthy kryt një herë të poshtë, beson zot vishë isha të urcu. Bom ishë isha të urcu, o zot një mamë. Edhe kom kap një mërtojt, një ushtari për para kom tërhek, kom gjujt pozicionin që kom posë për para drejt, qatë pozicionin zbulova, 2 tjera nuk ish isha. Edhe kom gjujt në që ato, mo për që atyshit nuk ka gjujt kërkosh. Do më thonë drejt, se kom posë shumë ofër, kom qëllun që njësër, qka o bo nuk e di, po që ato e kom neutralizu. Po isha met në qatë pozit që mo nuk isha mu të rek. Së isha mu të rek, femine kisha për para, të vdekun, unë në trup të isha, nuk mu isha mu të rek nësë një mirë për jatë ushit. I kom po këta të të rek poshtë, që ka mujtën me mrejt, të plagosën, të lëmitën të të rek poshtë, isha met që të pozite, edhe u detyrova mu qua. Jam që si jam këty kështu, do më thonë, ka unë a kontart. Më ka rkap do pluma në qantë, po fote që kom pas medikamentet mjekësisë. O kon qantë që e disha të e bajt. Edhe s'kanë të përtu plumat, po fote jam që më ka rëdzu mu, ishte poshtë. Edhe ju shku që ashtu të u përplasun, Edhe ke dalë prej ati terreni. Po dole për terreni, dole po da është heq. Që ashtu që. Sa e që detshme, fakt. Rëdzau, qavë një herë, rëdzau, edhe pështua, për fatë kom pështua. Do në zoti, bjen mjegla prapë. Edhe mas në ju kom ma... Vjen helikopteri. Tamon për me na... Po, kur erdhë mjegla, na ishin met mes mjeglës edhe helikopterit nuk na sheke ma poshtë. Edhe ata që këshin shtu gati tonë plagosën.
të lodhën për buk, kishte mec 3-4 ditë deri aty. Të lodhën për buk. 3-4 ditë me sheqer. Po, me sheqer do e majtë shpirtin. Dë bom të merë, që me na shtynë atë zojshë. Në qatë gjendje ardhën. Qysh mu këthy tash mas? Që aty është problemi. Nuk e në gjeshëm edhe terenin. I vetëm ishë që e në gjekë e mirë terenin, i kishim 3-4 vetë, edhe disa për i ty në na uvran aty, që ishin rritë në të bjeshka ta ves na uvran, do tjerë në ma poshtë ishin në konë vran, pasa ne ka jemi të rekë, se edhe u shpartalon aty. Nuk e di as që shemi këthy, veç e di një që kur kemi më rritë në Strelc, që kemi më rritë në Rafsh. Jemi dalë në Dalivadhe, kove shkirë dalë bari, tash ato 3-4 ditë që i kemë hupë në netë dhe sa jemi këthy, kështë ndryshu kuva se maji, ishë rritë bari edhe ishë rritë uflat. Në ato mendu me hongër ufla. Edhe unë qaq për veti po flas, qaq nuk me ke puna me let, me nuk uflat me dorë me hongër, ja kom istu kullot. Që ato e kom bo. Edhe në moment më ka ardhur unë në vend, të shkaj ka boj, kër e kom qu kryt, po isho dhe tjerë të kullot si korone, dhe të shkaj të buda shkaj, ja kom njësa vetë. Për besë, po. Se tash për dikuj në shtaj dohet kjo, po i kom po edhe tjerë që ashtu të bo si korone. Qaq, se në kishë lodhë uja, në kishë zatet. Jemi ardhë, jemi rallë, kemi menu me të përtu në përmes broliqet. Edhe me hinë zonë, kishin pas luftime tash pra sa s'ka. Edhe s'mojte me të përtu si ishin konë shkjet në broliqet, kishin bloku kret aty. Në ka dash mu tërhek, po tash unë këtë pjesë kisha shumë atletë. Se në gjitha teren në detaje, isha rritë që nej. Edhe i kom tërhek komplet ushtorët, i kom qunë një malë ofër shpis teme ku e kom rashes. Ko një pjesë ku kam jetu do shkije, po ata shkijet veç pa të kena vullu prej aty shit. Gjithë një farë proni që aty as nato me në gjithë së me kena. I kom qunë krejt, i kom vendosë që aty që. I kom marrë një 3 ushtarë, i më shku në katon. Katon ja ku një dje ku në krejt. Edhe në për të podruma ku kishin pështumë në për të quda, diku një të nxere, diku një diska, diku një shparet, 3-4 herë me shkuj kem bajt krejt senet aty. E kom zonë një vish ofër shpis teme. Lopë që që konë të metme. E me nëzje kemi në zonë një vish, kom që më kom prej. Që aty kemi zi pasol mura më katon. Që aty 4 ditë kemi nejtë që aty. E sa kënë arë në vetë mësë nejtë? Ditën, ish proni, do më thonë ku ish qatë farvene, ku ish kish uj, ditën nuk leveshën. Në promje, o konë shati Dubovik, o konë i pa djekun. Kish për aty një 3-4 kilometra. Si u bëjke akshon, i mërsha 3-4 ushtarë, shkojshin, hishtin në përshpia, mërshin qarshafa, pa të mgjet do alkohol, edhe mja u pasru varët. Po nuk gjojshin njërë për mi qutë plagosnit. E kishim shumë problem. Me bardë, po. Ishin lodhë shumë, që aty ke majtë më ushqen 3-4 ditë. Na ka kem leviz, bari rritën, edhe do kojshit mitë që kanë jetu aty me familje. E kishin po barin, edhe në orë në për atë barit shkelun, edhe i kanë gjithë plagosën të aty. Oshte Ragib Giga, me familjet vetë. Kër i kanë gjithë ushtarët, ha me konë jeni qëshin i kërthon me Ademin. Unë e për kojshimet. Mirë thunë Ademet që u konë Ragipi i vima vonë. A i shku të shpia, ata tu jetu jo në shpe, po në male ofër shpis të përmali, edhe kishin qitë flija, ju kishin thonë grove me qitë flija. Edhe i kishin qitë kur nuk arroj 4 flija, shtini paket të madhe, ku kanë morat paket të zotit atin, edhe i kishin pruvat paket, ju kishin thonë ushtarëve diri sa tjena Ademi që paket tu je ka pru Ragipi. U këthym në api terenit, si shku me marrë do fasha do asi, pjeshat paket, shka kjo paket? Tha e kanë pru do, i kishin haru emin atina. Pjemi atjerë fli. Unë kisha harru s'ka flija, pjemi isha atjerë fli o zotë, ta shem... Në ndër, në gjenet. Pasha një zotë, po, ta shqysh e era fli. Nuk u gjesha me prek paketën, të isha pa me s'lu të najsen. Tha qështu, që e jela e shkyu, thash... Mu kesh bo të jetë 20 mo, kur një botash, një botë rafë gjithë shka. O, zotë kur ka bua i avull, i flija, kom qelë. Ju kom e plagus një veren, ata ha, unë e kaj. Ushtarëve tjërë më s'ka boni me prejka s'ne pikë, letë hajnë këta. Kanë hongër tonë, për nuk u të isha një epë shumë. Ka pak se të ishin pa hongër. Kanë hongër kretë.
A e beson që asë nuk e kumë kërkua ta fli. Kanë hongër ushtarë tjerë. Edhe atëherë, ajo për mu ke shumë e mirë, se e mora vesh kush e ka pru, jem shku të ata, edhe ju thashë në mu mi të rekt plagosnit. E kanë morë një kali, një kërët kalit, edhe e në ardhëm kanë një mu, i kanë qitë plagosnit, një me kry kështu në kërët kalit. 14 jënë konë. Qitha ta? Edhe më kanë një mu, i kanë su një fshatë Rusuja thirët, prej Rusuja, në Turjak fillimisht, prej aty në Rusuja, prej Rusuja i kem kalu në zonë kur i kom këthy në Maznik, gjallë. Gzim matë madhë një teme nuk kom rësë, që më riva me këthy shnosh. Se qatë teren nuk e ka në gjohë kërkosh për e shmeje, qatë teren nuk më njoftën e mirë, po më rejmë me këthy gjallë. Me zdo se i hupëm shumë në altë, sot janë Po të pak të në ato që janë plagos kanë ke arritë me shpëtu? U mënumë me pështu 4, e i hupëm 16 në uvranë, në plagosën 14 tjerë. Po, lufta e kostë. Lufta e ka tila gjona. Unë ti folje për plagosjen e vrasjen e krejtëve, po nuk folje për plagosjen tonë. Plagosja është interesant, kom dhonë intervista për plagosjen të me disa herë, se së më kanë lëunë rahat. Nuk është nëjë... Me 27 janar të 99-ës, në rrugov të hasit dhe në goden në opatë në vranë neve të shukë, djemë më të fort zonë që i kem pasë. është vragë në Zeneli, është vragë Gorgjoci, është vragë Gran Rama, janë vragë djemë më të fort që i kem pasë. Në kanë ranë pritë dhe në kanë vragë. 4 ditë ma vonë me 31 janar. Me Agim Selmanin, Fatmir Nemanin dhe Astrit Mehmetin. Vendose me dalë mu hakmarë. Për vrasin aty. Me që 4. Po na qatë ditë e morën vesh jenë vra ata, se na nuk mujtë me morë vesh dhe atë. Edhe me atë mlefin. Po bashkë që ashtu. O konë Fatmiri edhe Agimi, konë të pa parashikumë. Po edhe na me të s'kem prejtu në Astriti. Njonit e këdi shka na pu me njëherë. Ati në dhe të lashme, po ashtë. Edhe e morën niva e Dautit, ja morëm Dautit nive në sheftë dhe jekem. Kur kush nuk e ka ditë ku jem ka shkë. Pa lejën e Dautit. Pa lejën e Dautit. Jekem në me nivë, shku në fshatin e Snisq, prej fshatit e Snisq. Tash faktikisht në kryt fshatit e Snisq, ish magjistralja Pejda Qanë. Niven e lem të shkolla i Snisqit. Edhe në beke, me tonë, 300 metra në ashta, kom me ecë prej atyshet për magjistrale. Hecem, ish shut krysh. Magjistralja dhe ish rruga ku ish thirat rruga Gashit. Unë edhe Agimi e nëzumë pritën nonën e djathë rrugës, Fatmiri edhe Astriti nonën tjetër. Edhe tu pritë se asoj televiz që në shkijet ka njerë. O kone ura 6:20 në bromje. Neve po mëri aty na iki vesh një kërë, na met marak, hajta shkur vjen tjetër, ja vjen as vjen. 5 minuta në ashtë as kemi pritë. Ka orë një mjetë, nuk e dishim shka është. Pesh dritat ja shishim, ka pas borë, diku në është një 5 cm borë. Po, a ki papi borë do këtë ndryshim krejt. Po. Edhe na ishim pozicionu mirë, po ishim breg shakt ish, breg asfaltit. Unë isha hin shakt. Faktikisht edhe mërtoja 150 që e kesha. Agimi e ka pas një mitrolez tipit PM, të ishin po shko mitrolez i letë, po konë orën shumë e shpet për akcione, o konë orën e përkryme. Edhe vendosëm të unë po i gjuj për i habiti, tha kur ti gjuja hupi kontrolën, tha ti me mërtoj. Thash, okej. Tha vesh mos i le mu afru krejt afer, tha gjuj pak ma lërgë, si le të hupin kontrolën, ta më në mërin të une. Astrit e Fatmirin të tranonë, tash me pështu për i neve nuk pështeshin për atynve. Fatmiri e kesh topin e dorës me veti. Unë e ma shumë u të qapi Fatmirit, thësha kur të është ofër meje, thash Fatmiri gjullë me top dorës të na mytë edhe neve kënej. Se ishin pretat me nitroglicerinë, nuk e disha qëfare i ka shtin ta. Se me nitro e të sakatan. Po kur është afru, kur një distancë është një 15 metra 20. Agimi ka qëjtë në ta.
Edhe ata veç e hupën kontrolën, unë jem shumë më mërtoj. Bam, ta mërë ka kalu ka unë në pjesë të pasme e kom godit. Me mërtoj për një herë unë ato, për një herë plume mu këto. Edhe kombi veç asriti për të dresonë mërtoj edhe asriti. Bum, në tonë, Fatmiri midis rrugë ju ka dollë. Me kalasha bërë, këta të qytë, të na unë krejt pitil, o boj kombi. Bile kërë kanë kap dy mërtoja, qaq, po më do këta o konë me benzina, qka o konë puna nuk e di. O shkoq për i toke, detonimi hava qytë, ka e spletu, krejt o kollë flakë. Po kjo është rasti ku ke përfundoj plagosën? Kur e plagosën, po që aty e kom hongër plumin, ma ka shpu pancirin, ma ka shpu një pull t'je lekit, edhe sot e kom brena atë plum. Po që akon një detaj që unë të shokët në që kom posë, për mas me e në konë do tela, thukur është me hojit. E dishim ka arë një kom e shkallë kër ka eksplodu, kër ka gjyta sreti, për mi kry, që t'ma ke shkap kryt, ma ke shkek. Që ja ka kput. Oshtarë të usjele ka prit hunin mas me e ka thujnë roj, koma, që ja ka kput. Koma të ka orë? Koma e tina më ka orë. Jam qu, unë kër ka ka plumi, mu më ka rëdzu dhe jam qu, mu ka do si kur me ma hi boks dikush atë, si kur me më farshtypje. Se ke ndje shumë në qatë moment, jo. Në atë moment. Jo, në qatë moment, jo. Edhe u qua, me kalosha, thoi dhe nga livrun të një mirë, e krym që është duhet mas miri. U hakmarët? Po që shumë mas miri, aty nuk kushtoj kur kush heq. Qa më bëjke për shtypje se një punkt të kanë posë afer, se kanë posë as 300 metra për aty, të kanë posë një bazë të madhe. As një plum për i bazë nuk atë as kanë reagu heq. Se as nuk e kanë prit, një qatë afersi ka me kryti kush akcion. Si janë kona ashtat përgatitun për... Unë nesë nga me shkut të poshtë, po unë u laka që ne, e nisha vetën të qysh, si lakështisja, si që ka kom, edhe kom shti dorën, e kom qu, se pancirën e kisha mendë se kom shti dorën, kërë kom të dorën kosh për i zogi, të shod jam unë jam plagos, a i ka përna i gore. Masanej, e ke kuptuf në po. Tu jesë të poshtë. Edhe, jo, janisa dhe mu të pësu, janisën të sytë për mujer, ka pak një farmonime me më kapë. Humbja e gjakot, normal. Fatmiri e nalë për mas. Astriti edhe Agimi më kanë hinë nër krah, dëtë. Edhe e ministë të poshtë, ashtu që Fatmiri e nalë për mas një distancë dikun 50 metra, që mos po reagon dikush, edhe mos me qu dikon me në arë mas. Diri një dhe të hapa pa shku të niva, i më konë mirë. Kër një dhe të hapa bop, jem rënë dikujt, edhe kom vilë gjak. Edhe më kanë rejta, më kanë shti nivës, më kanë të vetë. Edhe jemi e kam një skillin, unë e hupa kontrolën për moment, më ka pëndoj jetë, do asim, më këshin pashtin e dorës në gojë, si mos me të dhëmët, kur i me shku në ndashin atë spika pare jona ku ishë, më ka orë vetia prapë. Që aty kom qëtë sytë, ishin konë, më këshin pa hekë pancirin, më këshin prej të jeshat më të shumë në hekë, si kur gjenazës që ja hekin. Edhe ishin konë të më lidhë, me do fosha kënej, do konë që a ushqela në qatë pikë kom posë dhe vlaunë ushtarë, që aty që do asi ishin të mërë, të më lidhë kur i kom qëllë sytë të shtërgëm shumë që a ush, edhe më ka shtërgu ma të fosha, bam, a lypë këtë trupi që ashtu. Më lidhë i mirë, e thështë ashtu, a vetë në i pinive, dhe vetë jem qu. Më kanë qu në spital në Zhabel. Kër më kanë qu në spital, Ali Berisha, doktori, doktor aty, ka qenë Hidajeti Krasniqi, mutër. Aty ka qenë Shkëllëzen Gashi, doktor, bile bëshkëllëzeni sot keshit, dhe din që kem qelë varë për ty. Se kanë prit që po jeton, a? Jo, se kanë prit që kështoj. Seriosisht nuk e kanë prit se plaga bash kish kap shumë keq, edhe dalje nuk kesh, edhe vesh kanë prit që kom e vdek. Po, kur s'do në zote nuk... Po vetën e nishat fort. Po. Krejt e di që dy në këcija e kanë posë me tonë. Një në vagetall, edhe një të rëtonë mesit. Edhe me dashtë në rap diska tjetër s'kanë posë. S'ka posë. Po, në ato kushte. Në kanë nejtë, unë kur nuk e harroj mundën e tyne. Motra hitë më kanë nejtë e krytë në të stopë. Jo vesh mu, po krejt plagosë. Po. Respektet për gjithë tjerët që kanë kontribu, në fakt, në luftën e UÇK-s, qoftë furnizuesi, qoftë doktorët, motrat, medicinale, gjithë çka tjetër. Nëse ki diçka tjetër, më na tregu, mundesh, është koha jote, nëse nuk i, unë veç më të falenderoj shumë për krejt këto rrëfime, që realisht ishin shumë prekse, por edhe të vlefshme për gjithë ata që s'kanë qenë pjesë, ata tri që nuk e din se si është zhvillu edhe me sa mund është fitu liria që ne sot e gëzojmë. Faleminderit për ftesën,
një këshill që kësha dhënë rive gjithmonë. Po, të lutem. Duheni vendin, duheni njëri tjetrit. Se Klerri ka kushtu shumë ka kushtu shtret. Realisht po e shohim në çdo epizod që po realizojmë se sa shumë ka kushtu kena mi, po prej kaq afër. Ka shumë ushtarë që nuk ju ka dhënë mundësia nështë me do një intervistë e që shumë se e dinë. Unë sinqerisht shumë se e kom harru, jom keq me data, jom për me zhvillu një intervistë, është mirë gjithmonë me konë 3-4 shukë, edhe se cili që kena me pas parasysh edhe këto për me zhvillu intervistat e tjera, se në polonin njëni tjetrin. Shumë shukë ju hin hak, i harroj, jo që du, i harroj, edhe ju hin hak për ata nuk është mirë. Masane i pëmbën. Besoj që ka mirë kuptim, edhe për këtë. Faleminderit, prej te ishte kënaqësi. Ne shihemi në episodin tjetër, gjithë mirat.